Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut vendosi të mos pranoj informimin e shqiptarëve në gjuhën shqipe në procedurën e kundërvajtjes rrugore përmes zbatimit të projektit Qyteti i Sigurt. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski deklaroi se njoftimet për gjoba përmes SMS-ve dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase dhe mund të dërgohen edhe në anglisht, por jo në gjuhën shqipe. Ai tha se nuk pajtohet se bëhet fjalë për kufizimin e të drejtave për përdorimin e gjuhëve. Më herët, gjykatësi kushtetues Osman Kadriu ngriti pikërisht shqetësimin se e drejta e garantuar me kushtetut nuk mund të kufizohet apo anashkalohet nga ligjet e zakonshme. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, reagoi ministri i Ekonomisë. Besar Dyrmishi rikujtoi se kushtetuta e Maqedonisë së Veriut e njeh si gjuhë zyrtare dhe gjuhën shqipe që flitet nga të paktën 20% e qytetarëve, duke u referuar gjuhës shqipe. Sipas tij, askush nuk ka të drejtë të mohojë apo interpretojë në mënyrë të njëanshme këtë të drejtë kushtetuese. As kryetari i gjykatës kushtetuese dhe askush tjetër nuk mund ta mohojë këtë të drejtë as të interpretojë kushtetutën ashtu sikurse dëshiron ai, deklaroi ministri Dyrmishi. Në reagimin e koalicionit bashkëqeverisës, Vlen thekson se përdorimi i gjuhës shqipe është e drejtë themelore dhe detyrim kushtetues. Partia paralajmëron se do ta mbrojë këtë parim me të gjitha mjetet juridike dhe institucionale. Kjo nuk është çështje vullneti politik, por detyrim kushtetues dhe respektim i një të drejtat themelore. Pikërisht për këtë Vlen do të mbrojë këtë parim me të gjitha mjetet juridike dhe institucionale deri në zbatimin e plot dhe pas një dilemë, thuhet në reagimin e koalicionit bashkëqeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Diskriminuese dhe në kundërshtim me frymën e kushtetutës dhe të marrëveshjes së orit e komentoi Bashkimi Demokratik për Integrim deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski mbi përdorimin e gjuhës shqipe. Me qëndrimet dhe me një seri vendimesh gjatë 2 viteve të fundit, ai ka dëshmuar se ky institucion është ndruar në një mjet politik për të minuar çdo arritje që buron nga marrëveshja e orit, apeloi nga BDI. Sipas saj, çështjet e projektit Safe City përbëjnë një akt të hapur diskriminimi dhe një shkelje të rëndë të frymës dhe të vetë kushtetutës së shtetit. Ajo kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Modernizimi i kurikulës në arsim duke filluar me klaset e para, të 6 dhe të 10 dhe zbatimi i planit për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në të gjithë sistemin parauniversitar në menaxhimin e sistemit përmes platformës SMIP janë thelb të reformave të planifikuara nga Ministria e Arsimit në Shqipëri në kuadër për strategjinë kombëtare të arsimit 2027-2032. Ka filluar që në këtë vit shkollor me klasën e parë, të 6 dhe të 10 do të vijojë deri në vitin 2032 derisa të mbarojnë të gjitha vitet që ndjekin nga klasa e parë deri në atë të 12. Do të vijojë me të njëjtin prioritet dhe intensitet plani për teknologjinë e informacionit brenda sistemit parauniversitar, si në menaxhimin e sistemit përmes asaj që quhet platforma SMIP, por edhe vazhdimi i pajisjes shkollave deri në 1000 laborator inteligjent dhe pajisja e të gjithë gjimnazet me laptop në shërbim të mësuesve të gjimnazeve. Për sa i përket arsimit të lartë, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se fokus është cilësia dhe ndërkombëtarizimi. Në arsimin e lartë kemi prioritet cilësinë dhe ka filluar tashmë puna për rishikimin e ligjit të arsimit të lartë, i cili mbasi bëri një jetë 10 vjeçare ka krijuar mjaftueshëm përvoja të mira, por edhe në përvoja të cilat ka nevojë thelbësore për të përmirësuar me 2 prioritete kryesore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.